Tani, atë që e përmendëm edhe pak para kohe, ta shohim afatin e të përmuajshmeve. Afati të përmuajshmeve, si zakonisht mund të themi se te gratë në përgjithësi si zakonisht rreth 6 ditë apo deri në 7 ditë, por dietarët nuk janë në ujdi, të gjithë dietarët nuk janë në ujdi sa i përket minimumit dhe maksimumit të gjakut të përmuajshmeve. Te medhebi Hanefi, Ebu Hanifja thot dhe shokët e tij se minimumi i menstruacioneve është 3 ditë. Kuptohet kur themi 3 ditë menetet. Bashkë do më thënë menetet. 3 ditë dhe 3 net. Ndërsa maksimumi i të përmuajshmeve është 10 ditë. Kuptohet edhe këto 10 ditë menetet. Dhe këtë Hanefitët argumentojnë me hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, faktikisht me disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku më kryesore kemi një hadith që e transmeton Darekutniu, edhe hadithin tjetër transmetohet apo shënohet në librin Nasbur Raje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qalul haidi 3 ayamin wa aktharuhu 10 ayam. Minimumi i menstruacioneve është 3 ditë, ndërsa maksimumi është 10 ditë. Në hadithin tjetër, ku potencohet në Nasbur Raje, thot nuk ka hajd, do më thënë nuk ka menstruacione të përmuajshme më tepër se 10 ditë dhe nuk ka më pak se 3 ditë. Ndërsa Imam Shafiu thot minimumi i saj është 1 ditë. 1 ditë dhe 1 natë. Ndërsa maksimumi i saj është 15 ditë. Kjo është pak e smaron. Dhe argumenti i këtyre, argument këta nuk kanë duke u bazu në argumente tradicionale, si Hanefitët, dhe e arsyetojnë këtë se ato hadithe që i përmendëm, ku e potencojnë 3 ditë minimumi dhe 10 ditë maksimumi, janë hadithe të dobta. Ndërsa përgjigja e Hanefitëve është se kur kemi disa transmetime të dobta, është rregull në hadith, ajo atëherë kalon prej të dobtës në hasen, e pranueshme. Argumenti. Pse? Kur ka të më thënë disa zinxhire apo disa transmetime për të njëjtën çështje flet, ajo çka do të thotë? Ajo do të thotë se e pamundur është që të gjitha ato të jenë për shembull të trilluara, edhe pse nuk janë hadithe të trilluara këto, janë hadithe të dobta, që do të thotë se ngritet hadithi deri në hasan. Pra si që shihni, Hanefitët bazohen domethënë në këto hadithe që i përmendëm.